Arben Gosi. Faleminderit nën kryetar, përshëndetje për kryeministrin me që është vetë këtu, përshëndetje kolegë deputet. Gjanat një pjesë të madhe i thanë kolegët, folën mjaft për gjanat cilët për gjykatën e për tribunalet tjera, do të nisem ndoshta më shumë me një gjë konkrete për çështjen pse nuk është ndërtu një gjykatë në Kosovë kundër serbëve që kanë bërë krime dhe gjenocid. Pse ne kemi bën një kallëzim penal, ndoshta kryeministri nuk e din, po kemi bën në prokurorinë e PS për 120 vram në burgun e Dubravës, gjenocid dhe krim. Këto janë fotografitë e të vramëve në burgun e Dubravës nga policë, paramilitarë, serb. Kemi shumë gjëra për të thonë, po ajo çka duhet me veçu se kjo gjykatë është kundër shqiptarëve, kundër luftës, kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ato dëshmojnë krimet serbe që i ka bën në Kosovë. Thot vetë dëshmitari, thot kemi prej kokat e njerëzve dhe i kemi zi për 3 ditë para familjeve, edhe ju kemi nxjerrë dhamt, edhe burrit edhe grus. Edhe thot, mas ju kemi nxjerrë dhamt, sot tani kemi ngjyros ato koka, edhe kemi vendos llampat elektrike edhe ato na bëjnë dritë në përsërvi. Nëse ka në veprim tjetër që mund të falet, atëherë kërkoni ta bëjmë një gjykatë. Po a mund të durohet për shembull dhunimi seksual i vajzave para babës, para nanës, me dhjetra që përmend 100 raste në kufi ku i kanë marrë dhe i kanë dhunu. Të gjitha këto janë dëshmi që kemi mjaft, kemi dëshmi edhe kokat e prejme ku ata i kanë vendos. Prandaj besoj që ky kuvend ka arsye që të shemi kokat e prejme ku janë, ku e ka qitë kamër mbi kokat prejme të shqiptarëve. Edhe Serbia është favorite, Daqiqi i buzëqeshur, ne të përvujtur përsëri, po jo të nënshtruar, as të poshtruar. Për mua, kush do të dënohet, kryeministri tha, nuk e di sa vetë, është e parëndësishme dhe për mua. Një e rëndësishme është që unë personalisht e kam kryer dënimin. Edhe 2 e di që presidenti dhe kryeministri nuk dënohen, për të tjerët nuk di. Unë e kam deklaruar që nuk do ta votoj gjykatën. Kam deklaruar pse nuk do ta votoj gjykatën dhe deklaroj prap se kjo është një sfidë që deputetëve ju ka imponu. Ku them ju ka imponu, deputetët nuk janë të pavarur. Nuk kanë dinitet. Diniteti i deputetit është dhënia betimit. Do të mbrojë interesat e vendit. Mbrojtja e interesave të vendit është mbrojtja që ky vend është shliruar nga lufta jon, nga ushtria shqiptare e Kosovës dhe NATO-ja. Prandaj, nëse ne themi që nëse nuk e formojmë gjykatën këtu, do të shkojmë në Këshill të Sigurimit, cilën është ai Këshilli i Sigurimit të formojë një gjykatë për Kosovën. Prandaj, gjitha ato interpretime janë pjesë t'ju thuhet deputetëve se ne jemi në krizë, ne jemi në rrezik, lufta për pushtet nuk na mbron. Unë kërkoj dinitetin e deputetëve që ata të tregojnë veten se janë zgjedhur nga qytetarët, nuk janë zgjedhur nga kryetarët e partive, ata i kanë propozuar, por nuk janë zgjedhur nga kryetarët. Se kemi në listat e partive kemi ka 110 deputet, të cilët nuk kanë mund të mrrinë këtu. Po kanë mrrinë ata që i ka votuar qytetarët, e ata qytetarë kërkojnë përgjegjësi, ajo përgjegjësia është mos me votu gjykatën. Prandaj, edhe një herë them që kjo gjykatë është kundër luftës, kundër ushtrisë shqiptare të Kosovës, kundër veprimeve. Pse nuk bëhet një veprim i tillë, edhe sa veprime ka marrë qeveria e Kosovës prej pavarësisë e deri më tash
që me qitë ne rast në gjykat krimet serbe. Asnjëherë. Kemi pas Ministrinë e Drejtësisë, kemi pas Ministrinë e Punëve të Jashtme, Ministrinë e Integrimeve, Ministrinë kemi pas edhe për bisedime, asnjëherë nuk është kërkuar që një krim të del në gjykatën. Ne i përmendëm me krime që janë bën në Kosovë, edhe asnjë rast të ngrit. Sot do ta ngrisim një çështje që ta dënojmë gjenocidin serb. Po ne mund ta dënojmë edhe sot, do ta dënojmë edhe nesër, do ta dënojmë edhe pas nesër. Po megjithatë, gjykata është e dëmshme, Këshilli i Sigurimit nuk formon gjykat, nuk ka formu gjykat, as ka me formu gjykat për Kosovën. Prandaj, falënderit shumë që ju na interpretoni që ajo do të jetë një sfidë që e përballueshme, po për mu është e përballueshme sepse Kosova ka kapacitetet mjaftueshme për drejtësinë. Kemi një sistem drejtësisë dhe ai do të vlerësojë vetë se sistemi i drejtësisë është Kushtetuta e Kosovës që e ka mundsuar dhe mundson. Prandaj, kërkoj që t'ju themi deputetëve mundësinë e vetë lirë, mundësinë e zgjedhjes, ata që gjykata mos jetë pjesë e Kuvendit të Kosovës. Kush dojnë ta bëj? E kemi pas Serbinë këtu, me pak njerëz e kemi luftu, me shumë jemi bon dhe e kemi çliru vendin. Prandaj edhe gjykatën mund t'i themi jo, edhe ata nuk mund ta bëjnë. Kush do ta bëj? Na kemi mundësi t'ju themi fëmijëve tonë se na çliruam vendin dhe na kemi dinjitetin tonë, na kemi edhe krenarinë tonë. Prandaj të tjerët mund ta bëjnë, po nuk mund të na nështrojnë. Faleminderit.